My Albania. Radio Travel. Dëgjues të Radio Travel, jemi në My Albania në guidën tuaj virtuale, ku sot po ju japim nga afër kanjonet e lumit Osum. Patjetër që pamjet janë më të mrekullueshme në rast se do shkoni atje, por ne kemi marrë shumë intervista me ata që kanë rafting, gjithashtu edhe ju sa po dëgjuat në pjesën e parë të intervistës Zanos Patharas, i cili është presidenti i Federatës Shqiptare të Rafting, ndërkohë që në këtë moment do ndjekim pjesën e dytë të intervistës ku ai flet se sa i sigurt është sporti rafting, ai do të flasë edhe për disa spote që mund të shikohen gjatë kanjonit dhe sërish do rikthehemi në studio sepse ndërkohë udhëtimi i grupit ton vazhdon. Ata janë ende në lumin Osum dhe pas pak do marrin përshtypjet e tyre se si ka qenë udhëtimi me gomone në kanjonin e mrekullueshëm të Osumit. My Albania. Radio Travel. Ma kishte gjëra të çuditshme se ishte koka e krokodilit, apo ishte porta e djallit, apo ishte në fakt të bërin gjithë përshtypje, jo vetëm sporti, por ishin edhe nisë që me gjurën e Bazaliut, me vrimën e Nusës, më pas ishin ato ujvaret në emër të veçantë, ishte katedralja, përveç se për sport, më vesh edhe legjendat që ka ky vend, që janë interesante për turistët e huaj që nuk e njohin kulturën shqiptare ose ndoshta edhe legjenda shqiptare. Po, është vërtet në shpatën e kanjonit gjenden disa legjenda. Dhe mbi të gjitha nga këto është gjurma e profetit Abbas Ali, që ne respektojmë, gjithmonë që kalojmë, qëndrojmë, e vizitojmë dhe nga grupet e huaja kur vinë ne i shoqërojmë dhe ja shpjegojmë legjendën e profetit. Bëni përshtypje edhe emrat e tjerë në kanon, keni pagëzuar ju ato apo jo? E kanë pagëzuar për orë. Tani edhe Cristoforo Colombo zulë rini vetë. Edhe ne disa kemi vënë ne, disa kanë qenë. Cilën nuk e keni pagëzuar? Për shembull ne kemi vënë emrin e katedrales, që e vutrem që kanë formën e një katedrale. Edhe Mullir Babait ka qenë, që ne e përdorim. Pastaj janë vendet e tjera që ne orientohemi, për shembull, dhe duhet të vinim patjetër këto emra. Për shembull, është katedralja, është ishulli i kanonit që ne ja kemi vënë dhe shohim. Më poshtë zbresim tek ujvara e dytë që i themi që është ujvara në të djathtë, pastaj themi ujvara e verdhë që është një fjalë e madhja në të maj. Pastaj zbresim më poshtë në fjalë që ne quajmë keni vënë re, kemi një gjë tjetër shumë fantastike, është dy gur të vendosur shumë në një formë shumë të çuditshme dhe ne i quajmë hamburgeri. Dhe ajo është e bukur në fjalë ta shohësh. Pastaj kemi dhe ngushticën e 6, kjo ka qenë emri ngushticës 6. Dhe është shumë i bukur, sepse janë 6 ngushtica, më fjalë që fillojnë kanjoni. Dhe ajo me ngushtica më e madhe është e 6, më fjalë që ne themi jemi tek ngushtica e 6. Që mezi kalon. Kurse syri i kanjonit ka qenë si ka ekzistuar si emër, ne kemi shtuar ujvarën Shampanjë, se edhe aty është një pikë takimi që ne qëndrojmë dhe ajo ka një karakteristikë në saj që kur ka shumë dhe pak ajo del gjithmonë e shkumëzuar dhe del tamam si nga një shishe shampanjës që sapo hapur. Dhe porta e djallit, më vjen atë kemi me vetë se ti është në një vend që është shumë ato Kafka më vjen aty që janë, dhe vërtet është shumë interesante, shumë tërheqëse. Ishte emocionuese, me vërtet emocionuese. Po kur është periudha e dur për varet nga dëshira e personave që vinë të bëjnë rafting. Për shembull, unë të shoh ty që një trup sportiv dhe them që ju e bët tani rafting për herë të parë, por unë mendoj që për ju do jetë më mirë që të vini në prill ose në maj. Ne fillojmë gjë në mars. Është më mirë, më i fortë të dhuron më shumë adrenalin, më shumë si thua të duhet ta sfidosh lumin dhe ne ka qelluar shumë herë që lumi ka pasur shumë prurje. Që kemi arritur deri te niveli 5, me fjalë niveli 5 i jashtëzakonshëm. Sporti rafting është i bukur, por është i rrezikshëm, çfarë masë sigurie keni ju ndaj atyre që vinë në rafting? Është një pyetje shumë e rëndësishme kjo. Unë mendoj që duhet të përkushtohemi shumë kësaj pyetje dhe gjithkohon unë kam qenë në mendimet e mia, për shembull që
çfarë masash duhet të marrim ne, sepse ky sport nuk njihet shumë në Shqipëri dhe autoritetet shqiptare nuk arrin dot të dinë që ku fillon rrezikshmëria e këtij të sportit dhe ku është fuqia e autoriteteve tona për shembull në Shqipëri që të ndalojnë rrezikshmëritë e këtij të sporti. Dhe unë bëj një thirrje në këtë moment, ju lutem, Ministrisë së Rendit, gjithashtu dhe ministrit të na mbështesi, me nismën që ne kemi marrë, që kemi organizuar këtë federatë, siç janë gjithë federatat e tjera që gjenden nëpër botë, dhe të mundohemi të bllokojmë të gjithë grupet e tjera që nuk janë të licencuara, ose që nuk janë ekspert për këto gjëra, sepse ka ndodhur një fenomen në Shqipëri që siç është në gjë që çdo kush mendon që mund të hyjë me fjalë ekspert ku aty nuk është dhe mundohet të bëj guida të tilla me fjalë kur për shembull unë vetë nuk jam ekspert alpinizëm dhe nuk mund të hyj dot në alpinizëm dhe nuk mund të shoqëroj dot. Do t'i çoj patjetër te grupet që janë të specializuara për atë. Unë them që jam ekspert për rafting, se kam shumë vite që bëj rafting dhe mendoj që personat që duan të bëjnë rafting duhen të drejtohen pranë Federatës Shqiptare të Rafting, që është formuar këto kohë, dhe federatat duhet kemi një rregulloren tonë, në fakt që ne i cilësojmë shumë mirë masat e sigurisë aty dhe ka guida të posaçme dhe të specializuara që federata i ofron këto guida për këto grupe që vinë dhe mendoj që çdo rrezikshmëri do kalohet dhe nuk do ketë probleme. Këto grupe nëse kanë dëshirë të bëjnë rafting duhet të shoqërohen patjetër nga guida të specializuara që ofron Federata Shqiptare e Rafting. E mendoj që këto guida janë dhe janë shumë të rëndësishme, sepse unë mund të cilësoj, mund të them që unë kam bërë rafting në Sloveni, në Austri, në Itali, kemi bërë rafting në gjitha këto vendet e që fola dhe në Bosnjë, pas kush atje mua nuk më ka lejuar që të hyj me mjetet e mia, me gomonen time, me pajisjet e mia dhe them që unë tani do bëj rafting, do futem këtu. Askush në ata nuk ka lejuar, ka thënë që ju duhet bëni rafting në shoqërinë tonë dhe guida që ka qenë në fund gomone si thua timonieri që ne quajmë, as atë nuk më kanë besuar. Duke ditur për shembull që unë merrem me shumë vite rafting dhe më kanë thënë që këtu jemi ne dhe ne do t'i tregojmë dhe nuk jam si thua, nuk e kam marrë për keq këtë, sepse nuk është të thënë që ju dini të bëni rafting dhe mund të hyni në çdo vend, për shembull, siç kam bërë, duhet të njohësh vendin. Dhe lopatës është të dinë japin gjithë lopatën e dinë dhe ato që vinë ka mendojnë që mund të drejtojnë, por nuk e dinë për shembull që çfarë të pret ai lum, për shembull ku e ka rrezikshmërinë e tij dhe guida për mendimin tim është shumë e rëndësishme, sepse mund të përfundosh në tragjedi, mund të përfundosh te disa persona që janë këtu në Shqipëri që nuk janë të përgjegjshëm, që mundohen të marrin këto grupe dhe ngjecin në për vende të ndryshme dhe për mendimin tim që është shumë rrezikshme. Dhe përsëris që shteti duhet na ndihmojë për vënien si thua në atë rrugë të mbar të gjithë këtyre grupeve të tjera që mendojnë dhe po mundohen që të bëjnë rafting. Keni bërë një kërkesë zyrtare ju shtetit shqiptar ose ndoshta ka kërkuar bashkëpunimin tuaj shtetit shqiptar pikërisht për të ndaluar këtë grupe pasi kemi parë që edhe një turiste çeke që bën rafting në Vjos humbi jetën. Po dhe për ne ajo ishte një fatkeqësi e jashtëzakonshme, sepse nuk duhet ndodhin këto raste në Shqipëri. Ajo ishte një gabim inshallah ti pa përsëritur mos përsëritet me ky gabim, se ajo turiste i grup që shkoi atje shkoi pa një guidë specializuar. Dhe mendoj që po të ishte një guidë specializuar, nuk do t'i drejtonte këta që të shkonin drejt asaj rrezikshme, por do t'i çonte në një vend pak më tutje, do kalonin në të majt ose në djathtë dhe do ta kalonin këtë rrezik. Ne kemi patur një takim zyrtar me ministrin e Rendit, zotin Bujar Nishani. Na priti shumë mirë. Ne shkuam në emër të federatës dhe unë si presidenti i federatës i dorëzuam gjithë dokumentacionin tonë që ne kishim, e vum në dieni që Federata Shqiptare është tani rafting dhe çfarë ofron federata, jep gjithë asistencën, këto që folën pak më përpara, këto guidat e specializuara dhe shpresojmë me ndihmën e ministrit, gjithashtu dhe të ministrisë dhe të shtetit të na mbështesin në iniciativën tonë që kemi marrë dhe ti vëri si thua në një rrugë të mbarë gjithë këto grupe që vinë që mos ketë me tragjedirat të tilla.
të më thuash fjalët që u thua atyre që futën për të parë në lumë. Çfarë i thua? Është interesante, është edhe kjo, sepse unë i shoh që shumë persona që vinë për shembull kanë dëshirën të bëjnë rafting. Unë të ndrejt në kisha pa një fik pak në kuriozitet. Po bra. Dhe unë i dalloj gjën fytyrë për shembull që ara presin me padurim që do të dinë çfarë do ndodhi, për shembull. Ka dhe nga ata që janë me emocione të jashtëzakonshme, për shembull që nuk kanë bërë rafting përpara dhe kanë shumë të drejtë, nga ndodhur edhe mua shpeshherë në vitet më të kaluara. Dhe mundohem që e para është që ti që ti largosh ato emocionet që kanë, duke i shpjeguar disa rregulla që ne kemi strikt kur ju në kanjon, siç është veshja jonë speciale që ne kemi që të mbron kundra ujit, i leku shpëtimit, skafandera, që nuk duhet të hequr në asnjë moment, nuk duhet të qenë gjithkohë. Gjithashtu dhe është edhe domethënë përdorimi i lopatave në një komandën e guidës që është në fund, që i vërtet dhe thot majtas, djatas, gjithashtu dhe porositja e shpeshhershme e grupeve që vinë që kur nuk duhet të përdorin lopatën ta vënë në shkam, kur gomoni është në lëvizje, sepse mund të kthehet automatikisht dora mbrapa dhe godet shoku që ke në krah. I flas që i them që do të kalojmë rreth 14 kilometra rafting, do të përshkruhet rreth 2 orë. Ju do të qëndroni, do të shihni këto ujvara, më fal që janë shumë të bukura dhe fillojnë më interesante. I shpjegoj që edhe po të bien në ujë, nuk duhet të kapi paniku, duhet të hapin krahun, sepse i legu shpëtimit i ngjitësi për që qëndron. Dhe i shoh që janë shumë të emocionuar dhe me sytë e ngurlitur tek unë, më dhe shohin që çfarë do ndodhi më pas. Por jam shumë i kënaqur sepse gjithë grupet që kanë ardhur janë shumë të sjellshëm, arrin asnjë. Po ndoqë se po shpondoj që këshillat tona, për që ne i përsërisim gjithmonë, në eksperiencë nuk do të asnjëherë. Çfarë do të thoshit dëgjuesve të Radio Travel për të ardhur për rafting? Unë do t'i thosha këtë dëgjuesve të Radio Travel. Të dëgjoni sa më shumë këtë radio, sepse është vetëm radio që flet për turizmin dhe problemet shqiptare, sepse ka shumë radio tjera që nuk dua t'ju them emrin, po fillojnë i kam dëgjuar dhe më ka ardhur keq, sepse dëgjoj orë të tëra që bëjnë reklama, domethënë shteteve të tjera, Filipine, Tajlande, çajin këto gjëra të tjera që ne nuk na lidh asnjë gjë me këto. Asnjë nga Tajlanda nuk mund të flasë për Shqipërinë, sepse s'do të di fare për ne. Kurse ne e kemi mundësinë dhe nuk arrim të flasim dot për vendin tonë. Megjithatë kjo është zgjedhja e tyre, për shembull që mundohen të bëjnë sa më shumë interesante, shkonin në Tajland. E përsëri që dëgjuesë tanë në shqiptar duhet të dëgjojnë këtë radio se është fantastike dhe nëpërmjet kësaj radio të marrin dhe mesazhin që të vinë të vizitojnë kanionin e Skraparit. My Albania. Radio Travel. Një personazh që na bëri përshtypje gjatë udhëtimit tonë në Gomone në Osum ishte edhe tigri i Osumit. Ju do thoni kush është ky tigri? Mësojeni. My Albania. Radio Travel. Dëgjues të Radio Travel të jemi me tigrin e Osumit. Pse tigri? Po sepse kur venim në lumi i Osumit me gjithë stafin e Albania Rafting Group, më binin gjithë punët e renda mua, ndonjëherë kur kishte pak ujë, domethënë ngjeste gomonja dhe mua më binin gjithë punët e renda edhe më duhej të hidhesha brenda në lumë, e qelja forca tigri, ngeli tigri. Dhe me nuk di si të shpjegoj, vetëm për këtë arsye. E që atëre ngeli tigri. Për sa vitesh punon në Osum? Kemi nisur rreth 14 vjet më përpara. Pastaj punova një 2-3 vjet, pastaj në atë kohë mu deshte largohesh atë emigroja dhe unë në Itali, ndeta sa kohë. Megjithatë edhe atje nuk e lash sportin rafting, vazhdova edhe atje ku isha, edhe kështu që u ktheva prapë këtu në Shqipëri. I vështirë, pasi këtë vesh me shumë njerëz se s'kan bërë ndonjëherë rafting, sa e vështirë është të merresh me ta? Jo, domethënë nuk është shumë i vështirë, vetëm fillimi ka qenë gjithmonë i vështirë dhe ka pasur vështirësi, domethënë sepse kanë mosha të ndryshme që vinë bëjnë rafting, domethënë kur është edhe mosha e mesme që
domethënë duhet ti përballosh edhe ata. Megjithatë jemi unë për shembull personalisht jam i kënaqur, ndiem i kënaqur kur i shikoj të gjithë që kënaqen atje, kështu që lodhja, vështirësia domethënë harrohet fare. Çfarë do thuash dëgjuesve të Radio Trevull për të ardhur dhe për të bërë rafting nëse? I ftoj normalisht, domethënë mesazhi im është i ftoj sa më parë të vinë që ta provojnë dhe ata një ditë në kanionet e Osumit edhe do kënaqen.